Këtu është horoskopi i hënë 12 maj 2025. Mirë se vini në kanalin Horoskopi i Fationit. Dashi. Do të keni befasinë e këndshme të ndjeni më të fortë dhe nuk përjashtohet që të dalë mendimi e një projekti të mirë. Ditë e favorshme për takime. Demi. Tensionet, diplomacia duhet në punë. Më mirë të shtyni deri nesër situatat që mund të bëhen komprometuese. Binjaket. Nuk është dita e duhur për të argumentuar, një kohë kur edhe projekte të reja shkojnë në lëvizje të ngadalë. Tani për tani ju gjithashtu mund të dëshironi dikë që ju tërheq shumë, pavarësisht faktit që ju jeni tashmë të zënë. Gaforja. Po shkon mirë, do të ketë një nyj që do të zgjidhet brenda 2 muajsh, kur nga pikpamja profesionale vjen koha për të vendosur ose vazhduar një punë. Luani. Njerëzit e rinj mund të vendosin nëse do të vazhdojnë ose jo një lloj studimi, të tjerët tani mund të fillojnë një rrugë të re në karrierë. Ata që i duan këto ditë bëjnë zgjedhje serioze. Virgjeresha. Favorizohen angazhime dhe aleanca të reja, nëse jeni duke kërkuar konfirmime të mundshme të punësimit. Ndjenjat bëhen të rëndësishme, ngritja sociale. Peshorja. Sot ka shumë energji, por për këtë duhet të veproni drejt për të ndryshuar diçka në jetën tuaj që nuk ju pëlqen. Ka të ngjarë që tashmë ka disa transformime të rëndësishme në vendin e punës. Akrepi. Historitë që në kohët e fundit kanë përjetuar momente shkëputjeje, duhet të kërkojnë një kompromis të vlefshëm në mënyrë që të gjejnë stabilitet. Shigjetari. Ju keni një gjallëri të këndshme. Në dashuri, në marrëdhëniet me të tjerët, jeni më me fat dhe më të disponueshëm. Kujdes nga goditjet e ulta të një ziliqari në punë. Bricjapi. Sektori praktik në evolucion. Tani më në fund ka disa thirrje që mbeten në pritje. Ujori. Dëgjoni instiktin tuaj, i cili është gjithmonë fitues në të gjitha situatat e punës dhe praktike. Prej disa kohësh nuk keni bërë të njëjtat gjëra, dashuria mund të jetë përsëri protagoniste. Peshqit. Të ndjeheni pak të shqetësuar është e mundur, ju shqetësoheni për dikë në shtëpi. Shtyni vendimet e një peshe të caktuar për ditë të tjera. Abonohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi së shpejti.